Unë doa të mbetem këtu, zëri jote është një tingull i veçantë. Jo, ti je një këngëtare dhe ata që e ndjekin këtë podcast, ndoshta nuk janë kaq të kultivuar me muzikën, po të dëgjojnë diçka, kjo është Vikena për shembull. Dhe janë pak artistet e ne që ti sa e dëgjon thua, po kjo është kjo, ose që fillon dhe ju këndon këngët. Çfarë ndodh me një artist të rangut tënd, një moment që hesh të zëri? Po sa dim shpesh, kjo është ëndra, dëgjoj, unë them, kjo është ëndra e keqe e çdo artisti. E them çdo artisti që të ketë një mbi fuqi, të ndodhi diçka që të mos bëj atë që ka dashuruar gjithë jetën, të kuptohemi. Ndodhin sepse normalisht ne prandaj them luajmë shumë me emocionet, jo vetëm emocionet e rolit për të si thua për të përçuar ti emocionet në sallë. Por edhe me emocionet e tua, domethënë ti duhet jesh, e kemi thënë edhe një herë bashkë, që ti duhet jesh shumë mirë psikologjikisht, e qetë, shumë mirë fizikisht, në formë që fryma jote, muskujt e tu të kenë atë forcën dhe të përballojnë intensitetin e asaj që ka ndodhur dhe normalisht të kohës, sepse ne kemi edhe një kohë jo të pakët. Domethënë ne na fillon është 4 orë para, 4 orë vepër, sepse ai shkon me pushime me të gjitha dhe 4 orë pas. Do të thotë, ne kemi një raport 12 orë shumë të fortë për atë çka dalim. Dhe prandaj deri më përpara, sepse tani vërtet sa gjëra kanë ndryshuar, po deri më përpara na quheshe si mos vlerësim i kësaj çka ne bënim. Gjë që bota e kishte vendosur atje ku duhet, raportin ja mbante të ndershëm. Dhe vërtet ja njifte vështirësinë e punës, siç njife shumë vështirësi tjera zanatesh. Për këtë fakt, sepse ai raporti që e themi, unë dua ta them se dua ta fiksoj njerëzit, domethënë që ti ke 3 muaj për 3 orë. Ti punon 3 muaj. Si punohet këto 3 muaj për këto 3 orë? 3 muaj ti futesh ti bën një zgjidhje teknike të gjithë shkaje që ty do të ndodhin në ato 3 orë. Që ti në ato 3 orë të japësh maksimumin tënd. Që ti në ato 3 orë përpara the ti. Tani 4 orë përpara çfarë është? Ti provon zërin, ngros zërin, vokalicët. Po ajo është sa hap syt në mëngjes, ato as e diskutoj. Po ai 4 orë është që fiziku është çuar për të filluar veprën. Pra nëse ti do bësh një Carmen, çfarë tjetër? Në gjatë 3 muajve të përgatitjes dhe natyrisht netët e premierës. Atëre, po ta bëjmë detajim shkon gjatë, por ajo vendosja teknike në vokal dhe në fizik dhe në emocion të kërkon procesin e saj. Ne kemi një raport, e themi, duhet një 80 orësh që ti ta kesh të japi atë sigurinë. Domethënë në një 80 orë punë për një vepër. 80 orë, po sepse vokali nuk mund ta vësh ti 8 orë të këndoj. Është e pamundur. E qartë. Është e pamundur. Kështu që ti bën një si të thuash një ndarje dhe bën në kohë zgjatje. Edhe ajo gjëja duhet vendosur, si ajo shtresa e pëlhurës kur ti fillon që e merr e vendos, për shembull kur bën një qilim. Dhe tezja, si quhet? Po, në tezja. Ose një telajo pikture të bardhë dhe fillon dhe fillon, ajo është të kërkon një punë që është stres në gjithçka. Dhe nuk flitet e endat e gjën, po, e vërtet. E ende të kërkon qetësinë e vet, kërkon konsolidimin e saj, kërkon. Dhe kjo është për çdo notë. Kjo është atë që njerëzit e dëgjojnë aq të thjesht një frazë të kaluar, ti atë frazë që ndar gërm. Dhe publiku nuk e kupton që ti atë në procesin tënd e ke ndar gërm. Dhe me gjithçka që shkruan kompozitore, sepse ne kemi dhe një gjë që duhet jemi sa më korrekt. Është ligj. Është ligj, është i pashkruar dhe është thjesht jetuar i tillë. Kompozitori për të treguar atë çka vërtet ka shkruar gjithçka. Ndodh që shkruan edhe regjin. Në shumicën e rasteve, për shembull, në vepra vetë kompozitori është, si të thuhet, në këtë moment Don Jose vret, e thot muzika aty, e thot ndjesia e muzikës. Që dhe regjisorët qëndrojnë shumë korrekt me atë çka ka shkruar Verdi. Në shumë fraza. E kuptoj. Kështu që kjo është një gjë që ne e studiojmë. E studiojmë dhe ty në publik të duket sikur ti thjesht dole dhe jetove atë moment 3 orë të jetës asaj gruaja. Po marrim Carmenin se i vum emër. Kështu që kjo është vërtet tamam një endje dhe është një punë, ndërkohë mund të ndodhi që ato ti je me grip.
Dhe këtu duhet ndalem. Ato ditë je me emocione shumë të forta, sepse ku di unë. Një gjë njerëz jemi në shtëpi, diçka nuk ka shkuar mirë. Nuk ka shkuar mirë, ty të shpërgjith herezia dhe ti gjithë kjo endje që ti nuk arrin do ta ekspozosh. Domethënë është ose do arish, po do arish me një dhimbje dhe këtu pastaj futet na ka ndodhur kjo gjë. Dhe këtu pastaj futet eksperienca. Këtu gjitha. Domethënë ti jesh një njeri i ri sa ke dalë në skenë, ti mbase se përballon dot. Ikën zëri. Këtu është të hikën zëri, nuk është se zëri hikën. Mund të kapin kolpo të forta dhe ka ndodhur faringiti, mua më ka ndodhur dhe nga alergjia. Dhe ti vërtet aty thret teknikën sepse në një farë mënyre e kemi mësuar fizikun ton që të nxjerrim edhe të pamundurën. Kjo është arsyeja pse gjëja funksionon, të kuptohemi. E kuptoj. Është si sa herë për shkakun kam dëgjuar një rast, kishte bërë aksident një e njohura ime në një moshë 60 e sa vjeç. Po bënte shumë palestër, një nga këto njerëzit që kishte filluar palestrën, që vajzë re, bënte edhe në atë moshë e vazhdonte. E marr e pyes në telefon dhe i them si je, sepse dëgjova që gjëja ishte, tha më ka ruajtur, tha muskuj, tha vetëm tha nga palestra në gjithë këto vite, tha sepse për moshën që kam, tha, unë vërtet do isha dënuar shumë keq me atë aksident shumë të rëndë me makinë, kuptohemi. Kjo me biçikletë, domethënë edhe këto gjëra të lloj. Unë tha do isha dënuar, tha shumë keq. Ngela, sepse ishte vërtet nga këto njerëzit, tha, domethënë këtu të shpëton, prandaj them që në disa raste. Pra mirëmbajtja e zërit. Mirëmbajtja e gjithçkaje, jo vetëm zërit. S'është ke mirëmbajtja ajo, se ndodh, pastaj janë anulluar vepra, janë anulluar sepse është dhe vetëm ajo ti nuk rrezikon të nxjerrësh dhe ato që nuk është mirë e jotja, ti do t'japësh maksimumin tënd, edhe kjo ndodh, shumë artistë biles kanë marrë emër duke bërë jumping të një personazhi shumë të madh dhe ne kemi edhe kolegë miq tanë edhe shqiptarë që nga një jumping kanë hyrë dhe janë bërë të famshëm se kanë zëvendësuar një nga ikonat për shembull të botës operistike. Një Traviat nuk ishte personazhi kryesor, ka hyrë dikush dhe që aty fillon karriera e saj e ndritur. Fillon karriera e ndritur, pa diskutim. Por unë dua të di atë mëngjesin dhe ta them sepse dhe unë punoj me zë dhe unë kam shumë problem zërin. Të dyja e dim që impostohesh në një zë teknik. Patjetër. Unë është një zë teknik që unë mund mos flas me njerëzit në përditshmëri, por laj me jap. Po. Është një zë. Por ka një mëngjes që ti zgjohesh dhe s'ke zë. Që s'ke zë. Nuk e di të ka ndodhur ty, mua më ka ndodhur. Po, më ka ndodhur. Më ka ndodhur ditën e shfaqjes edhe nuk e di çfarë ndjesi është dhe si kalon kjo. Është normalisht këtë si thoshte edhe nga ana mjekësore, edhe nga ana akutet, këto janë. Ato janë, domethënë, të ndodhe shkon virusin laring, baroj. Në laring, po, ajo, unë kam pas një kolpo alergjie që më dha shumë të fortë. Nuk e kisha deri një ditë përpara, bieshi të nesërmen, ditën e shfaqjes bieshi dhe unë bllokohem. Domethënë, ajo ishte një kolpo shumë e fortë për mua. Arrita të shpëtoj vetëm teknikisht, normalisht me ndihma, sepse ekzistojnë dhe ndihma konkrete, domethënë që mund të marrësh dhe të shpëtosh për atë moment.